ndoshta edhe në seancën e datës 12 të mundohet edhe ta shtyjë, ndoshta seancën. Ky është edhe një motiv për të shtyrë seancën e datës 12 për djegur të gjitha fatet ligjore dhe për t'u kthyer nga fillimi kërkesës së SPAK-ut. Kështu që këto janë lojra që Rama di t'i bëj këto lojra, nuk është se nuk di t'i bëj. Edhe ajo që është kryesorja më tepër Rama duhet thoshte do të ishte shumë e besueshme sikur thoshte na kanë sulmuar mujahedinët, se sa të thotë na kanë sulmuar Irani. Është paradoksale, domethënë, edhe deklarata e Ramës është tepër paradoksale dhe nuk di se çfarë mund të fitojë Irani në këto momente që është me nxjerrjen e këtyre emailëve të deputetëve të kuvendit apo emailët që bëhen nëpërmjet kuvendit. Nuk ka, se ne nuk kemi asnjë sekret shtetëror, nuk kemi asgjë, gjërat janë të hapura, çdo gjë është e komanduar nga Rama, çdo gjë jepet dhe merret vetëm sipas dëshirës apo vullnetit të Ramës. Nuk ka asnjë lloj lidhje Irani me këtë. Domethënë, kjo është një grack që Rama do ta fusi në kolaps edhe kuvendin për atë që u kam thënë, sepse ai nuk është i sigurt në mbrojtjen e lejes që kërkon SPAK-u për arrestimin e Belinda Ballukut. Kështu që ai do bëj çdo lloj lojë. Unë kam thënë me kohë që ai do luaj të gjitha format dhe mënyrat për të qëndruar në pushtet. Kuptojeni drejt që ikja e Ballukut, Rama është në një pozicion tepër të vështirë. Nga pikpamja personale e tij, jo nga pikpamja si kryeministër. Zoti Markoçi, si e keni parë luftën që po zhvillohet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit? Pra, a mendoni që do ketë një fund kjo luftë dhe kur është fundi i kësaj lufte? Që lufta ka fund gjithmonë, ka një luftë e cila i vjen dita, i vjen fundi, por problemi është se kush do të fitojë në këtë luftë. Dhe me sa duket nuk do ketë fitues. Nuk do ketë fitues për një arsye shumë thjeshtë, sepse iranianët, pavarësisht se fillimisht u dukën sipas deklaratave qoftë të Izraelit apo të Amerikës, që kjo luftë nuk do zgjaste më tepër se 3 ditë, dhe pas 3 ditësh qeveria iraniane do rrëzohej apo sistemi do rrëzohej. Në këtë pikë jemi koshient, ka një dështim total, sepse edhe pse u bë vrasja e Kameinit, nuk kemi asnjë lloj ndryshimi të sistemit përkundrazi. Ka një unitet më të madh, themi, dhe ajo që ishte ndoshta e papritur për gjithëkënd, ishte sepse pasardhës i Kameinit zgjidhet i biri, i cili duhet të theksoj që është pjesë e gardës revolucionare të Iranit. Lajmet janë të shumta, por ajo që është më kryesorja është sepse Irani nuk po godet vetëm Izraelin apo bazat amerikane në lindjen e mesme, por po godet të gjithë botën në mënyrë ekonomike. Pra gjithë lufta kthehet tek ekonomia tashmë. Mbyllja e kanalit Hormuzit është një nga pikat më të forta, e cila Irani po e përdor për të dobësuar qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe Europën, sepse do fillojnë ngritjen e çmimeve, po të shohim fuqia e naftës ka vajt me $130, mos gabofsha, ndoshta edhe më tepër. Kështu që e gjithë lufta fillon te ekonomia dhe do ketë themi edhe një revoltim të popullsisë, e cila patjetër se kur preket xhepi i çdo njeriu nuk do me ditë se ke luftë apo s'ke luftë, ai kërkon bukën e përditshme, themi. Kështu që jemi në situatë tepër të vështirë. Në lajmet që u thanë që Irani ka mbaruar, domethënë nuk ka më, u bë gjithë sulmi që u bë dhe qoftë edhe goditja e rafinerisë naftës ishte një nga gabimet e tjera të cilat bëni Izraeli, ashtu siç u deklarua edhe nga vetë Washingtoni, nga generali i cili tha ne i kemi kërkuar Izraeli që mos të goditen buset e naftës apo rafineritë e naftës. Izraeli përsëri e goditi ashtu siç bëri herën e parë, domethënë që bëri një sulm
kundër Iranit themi që pa pyet Donald Trumpin, më mirë themi presidentin e Amerikës. Dhe sulmi që u bë ke rafineria ishte përsëri nuk ishte themi një bashkëpunim apo një autorizim i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të sulmuar rafinerin e naftës. Dhe ajo që është më kryesorja është që të gjithë në luftë tashmë po bëhen me lajme fake, me lajme të cilat çorodisin njerëzit dhe nuk po kuptojnë se ku është, se në një moment që deklarohet që Irani nuk ka më asgjë, është bllokuar në gjithçka, në atë moment Irani godet një nga pikat më strategjike të Izraelit, ku ishte një repart ushtarak, ishte i forcave speciale të Izraelit. Kjo tregon se Irani jo vetëm që pas ka fuqi dhe potencë, por ka dhe alianca shumë të fuqishme, qoftë me Kinën, qoftë me Rusinë. A mendoni që do përshkallëzohet lufta në lindjen e mesme? Lufta është e përshkallëzuar. Tashmë lufta është e përshkallëzuar. Nëse nuk e kuptojnë, është problem tjetër, por lufta është e përshkallëzuar për një arsye të thjeshtë. E para herë nga pikpamja ushtarake, sepse të gjitha armatimet të cilat Shtetet e Bashkuara kanë dhe NATO disponon janë drejtuar drejt mbrojtjes së Izraelit tashmë, sepse për sa i përket lindjes mesme, qoftë trupat amerikane, qoftë civilët amerikan janë larguar nga baza dhe nga ato shtete, kështu që lufta kur njerëzit fillojnë dhe largohen do të tregojnë një frikë dhe një pasiguri në këtë pjesë. Por ajo që është kryesorja pastaj bien që thash armatimi, gjithë problemi është tek armatimi, sepse themi që raketat nuk janë që prodhohen mrena ditës, nuk janë se prodhohen edhe transportohen në mënyrë kaq thjeshtë, kështu që po të shohim edhe intensiteti i sulmeve tashmë nuk është më ai i fillimit, por është një intensitet dhe një goditje më precize. Dhe duke pas parasysh tashmë që Irani po godet në mënyrë precize, tregon hapur që ka një aleancë ndërmjet Rusisë dhe Kinës, pra të gjithë informacionin e merr qoftë nga Rusia, qoftë edhe nga Kina, se përdor dy satelitë, qoftë atë kinez, qoftë atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Njëkohësisht themi se ka filluar të ndahen edhe pak kampet themi në këtë betejë, sepse i pari që ishte që uroi liderin suprem të Iranit ishte Putini. Por kjo kupton që ka një aleancë të ngushtë dhe ajo që kam thënë edhe në një emision që kemi bërë bashkë që Irani është nyja gardiane. Është nyja gardiane e ekonomisë botërore dhe kush kap lindjen e mesme sundon botën. Kjo është e padiskutueshme, por nga ana tjetër po tregon edhe atë pjesën që Irani gjithmonë ka luftuar vetëm, gjithmonë ka qenë në ndrysni, është një shtet 3.000-5.000 vjeçar. Nuk është se është i soqëm, janë munduar shumë ta shkatrojnë Iranin, por çuditërisht ai ka mbijetuar gjithmonë. Dhe Irani në këto kushte është në kushtet e mbijetesës dhe do përdori çdo lloj mjeti dhe çdo lloj forme për të ruajtur stabilitetin e tij. Ajo që kërkoi Netanyahu apo dhe vetë Amerika, rrëzimin e sistemit, ai sistem nuk mund të rrëzohet me raketa, nuk rrëzohet as me luftë, nëse nuk janë trupat e ushtrisë brenda. Në një moment u kërkua që të përdoreshin kurdët, po edhe kurdët nuk e pranuan, domethënë nuk pranuan që të futeshin në këtë lloj loje për një arsye të thjeshtë, mos harrojmë se të gjitha protestat që u bën para sulmit ishin të gjitha të iniciuara nga kurdët dhe u përdorën kurdët për këta protesta, nuk ishte se ishin iranianë, ishin kurdët që u përdorën dhe e panë që dështuan. Dhe kurdët nuk pranojnë tashmë të bëhen pjesë ashtu siç e deklaroi edhe vetë kryetari i tyre, ne nuk do bëjmë maja e shigjetës. Nga ana tjetër ka dhe një deklaratë të Mekës, të opozitës,
të themi të Iranit, e cila nuk pranon që kurse si që të Iranit pushtohet me trupa, pra ndryshimi i sistemit bëhet me trupa, sepse ata e dinë shumë mirë që Iran nëse do pushtohet me trupa, atëherë të gjithë të pesë pjesët që janë në Iran do ndahen, do kërkojnë sistemin e tyre të vetë qeverisës, dhe kjo nuk i lëvërdis as opozitës Iranit, se dhe opozita nëse e do Iranin e do në mënyrë totale, nuk e do me pjesë. Edhe ata kur vjen te çështja kombëtare është ajo pjesa që kur vjen te çështja kombëtare, pastaj të gjithë heqin nga kombi vet, nuk heqin nga coptimi i kombit tyre, nuk janë si ta tonët që e shesin kombin kollaj. Ata pavarësisht se janë opozit, nuk e shesin kombin aq kollaj. Nuk janë aq panacionalist, themi, dhe sidomos këto 45 vjetët e fundit, Irani ka arritur ta prodhoi dhe ta rrisi nacionalizmin në Iran. Kjo është treguar në gjitha luftat që kanë pas, po të shohësh edhe gjatë luftës që u mendua që do kishte një përçarje apo një revolt të brendshme, çuditërisht nuk kemi asnjë revolt, përkundrazi të gjithë janë pro Iranit. Dhe ajo që është më e keqja është se tashmë kërkohet të futet edhe në lojë edhe NATO, po të futet pak si zyrtarisht në lojë, dhe prandaj ndoshta edhe kjo hakarrimi që kërkon të tregoj Rama, apo ndonjë incident që mund të krijon, apo ndonjë qoftë edhe në dron kështu falso që mund të hedhin, që mund ta bëjnë pastaj Shqipëria si vendi i NATO-s që të thrasë Rama pastaj NATO-n për të aktivizuar nenin 4 dhe nenin 5 të NATO-s, dhe pastaj të filloj justifikimi i ndërhyrjes edhe të NATO-s. Kur themi NATO, gjithmonë kemi parasysh Amerikën, por edhe Amerika kërkon një farë justifikimi tashmë që të jetë më justifikueshme, qoftë edhe para popullit amerikan, qoftë edhe vetë presidenti Trump kërkon që të ketë një justifikim tashmë në arenën ndërkombëtare, po sidomos në politikën amerikane, sepse nuk është kaq e thjeshtë të sulmohesh një vend kur ajo që po deklarohet dhe po thohet që presidenti Trump erdhi me idenë e paqes dhe u hap luftë. Kështu që kemi edhe luftën në Ukrainë, e cila tashmë është anashkaluar, dhe lufta në Iran sikur e ka zbehur, i ka lënë dorë të lirë, themi, Rusisë për të vepruar, për të menaxhuar apo për të marrë ato që vetë Rusia ka kërkuar, pasi Europa tregoi që nuk ka ndonjë forcë të madhe, nuk ka as politikan as ushtarak. Vjen keq që i dëgjoj shumë nga këta, qoftë edhe analistët, dhe akoma nuk po kuptojnë që lufta më tepër është tek ekonomia sesa tek kjo është qoftë edhe luftë fetare ndërmjet Izraelit dhe Iranit, por sidomos pjesa ekonomike është pjesa që praktikisht botën dhe do shtrihet pastaj në kapilarët e saj do shtrihen edhe më shumë. E gjithë vëmendja duhet të jetë tek Turku, nëse Turqia do të arrijë të futet në këtë lloj valle. U munduam 1-2 herë ta fusin, domethënë ato raketat të cilat Irani i mohoi katërcipërisht, po dhe Turku, edhe pse u sulmua, edhe pse ishte vendi i NATO-s, nuk kërkoi absolutisht që të përdorë neni 4 apo neni 5 i NATO-s. Duhet parë qëndrimi Turqisë, sepse edhe Turqia nuk kërkon që Irani të shpërbëhet në atë lloj forme, sepse ka hallin e vet, janë kurdët që ndodhen në Turqi, dhe ata do hapin probleme, dhe plus pastaj deklarata e Netanyahu, i cili thotë se pas Iranit e ka radhën Turku, domethënë pas kësaj luaje pritet Turku, dhe Turku e di shumë mirë se çfarë ndodh, dhe nëse futet edhe Turku në lojë, pastaj aty lufta do marrë për masa akoma më të mëdha, se është vendi i NATO-s dhe do konfliktohet brenda për brenda NATO-s pastaj. Ka një problem shumë të madh për sa i përket të kësaj. Por shoh që ndihma ka shi Irani, qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina, është
e padiskutueshme, pavarësisht se herë dalin dhe herë nuk dalin, por mos harrojmë se qoftë edhe raketat që dërgojnë Kina, qoftë edhe Rusia që ka dërguar logjistikën e saj, sepse gjitha këto precizione që bën Irani, goditjet precizione që bën Irani, mos harroni se i merr të gjithë informacionet e merr nga Rusia, mund ta marrin në vend tjetër. Kështu që do jetë një luftë, të vjen keq se është një luftë e përgjithshme, është me jetë njerëzish, por tek e fundit luftrat gjithmonë kanë prodhuar viktima. Dhe ajo që të vjen keq tashmë se njerëzit numërohen, viktimat numërohen si numra, nuk numërohen mos si viktima, po vetëm si numra. Kjo është ajo bota e cila ai rendiri i botës. Por Izraeli e ka pasur gjithmonë, themi, në motën e tij shtrimin e territoreve. Nëse do të shohim hartën e 48-s, është një hartë tjetër, dhe nëse shohim këtë të sotshëm, është një hartë tjetër. Askush nuk merret me Gazën më, me atë që ka ndodhur, me atë genocid që ka ndodhur në Gaza. Dhe do ketë një konfrontim. Ndoshta do vi puna edhe me ushtri, por nëse do vi puna me ushtri, jeni të bindur që do jetë Turqia që do futet me ushtri pastaj. Në Gazë do jetë ushtria turke që do futet pastaj, dhe këtu do ketë një konfrontim shumë të madh. Këtu do ketë konfrontimin e madh dhe do marrë një zgjerim më të madh për një arsye të thjeshtë, sepse konfrontimi i Izraelit me Turkun fut NATO në konflikt. Jo se Izraeli është pjesë e NATO-s, por është Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbrojtësit kryesor të Izraelit. Kështu që do ketë një konflikt shumë të madh pastaj ndërmjet vetë organizatës. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.